Ernest Muçi po kalon një formë të shkëlqyer në radhët e Trabzonspor, ku është kthyer në formën më të mirë duke shënuar gola e qenë vendimtar për fatin e skuadrës që e sheh veten ende të përfshirë në luftën për titullin kampion. Por lojtari është dhënë në huazim nga Beşiktaş të Trabzonspor dhe nuk dihet ende se cila do të jetë e ardhmja e tij në mbyllje të këtij edicioni. Ai është huazuar për 1 milion euro me të drejtën e blerjes përfundimtare të kartonit të tij për 8 milion euro të tjera. Rreth kësaj situate është pyetur nga mediat edhe presidenti i Trabzonsporit Ertugrul Dogan, i cili ka shpjeguar se gjithçka varri nga kërkesa që do i bënte trajneri i ekipit të tij, edhe pse Muçi kishte qenë një emër në radarët e klubit para se tu bashkohej rivalëve në kampionat. Ernest Muçi ishte një lojtar që ekipi ynë i skautëve pëlqente që para se t'i bashkohej Beşiktaşit. Por në atë kohë nuk mund të përballonim kërkesën për çmimin e tij. Nëse trajneri Fatih Tekke thot unë e dua këtë lojtar në fund të sezonit, ne do të flasim me Beşiktaşin dhe do të gjejmë një të mesme të arsyeshme rreth pagesës dhe do e sjellim në skuadrën tonë, tha Dogan. Fjalë të cilat kalojnë peshën e vendimmarrjes te trajneri Fatih Tekke, por edhe që tregojnë qartësisht se Trabzonspori do të negociojë për të ulur çmimin e Muçit, pasi nuk përballon shifrën prej 8 milion eurosh që i është vënë kartonit të tij. Trajneri i Trabzonsporit Fatih Tekke ka folur pas humbjes 4-1 ndaj Galatasarayt në Superkupën e Turqisë. Tekniku turk u pyet për merkaton dhe tregoi revolt sa u përket kërkesave të klubeve për lojtarët që duan të afrojnë. Nga Tekke u përmend shifra 10 milion euro, sipas tij nuk është arsyeshme për transferimin e një lojtari te Trabzonspori. Muçi është mesfushori ofensiv dhe numri 10 i skuadrës. Tekke ndërkohë zbuloi se dëshira e tij është që të ketë një tjetër numër 10 në ekip. Kjo është mënyra e vetme që ekipi të jetë i kompletuar edhe në rast dëmtimesh. Kemi nevojë për të paktën 2 mbrojtës qendre, nuk kemi alternativa për mbrojtësin e djathtë dhe të majt. Kemi mungesë edhe në krah. Këto na duhen urgjentisht. Po të kishim para, do të doja një mesfushor dhe një numër 10. Nëse ndodh diçka me lojtarët tonë, do të kemi mungesa të mëdha. Kjo skuadër është e re dhe sapo formuar. Aktualisht kam edhe lojtarë që duan të largohen. Qëndrimi im për transferet është që ta çojmë lojën tonë një hap më përpara. Jemi në kontakt me klubet e lojtarëve që na pëlqejnë për sa i përket transferimeve, por çmimet nuk janë të arsyeshme. Na pëlqen lojtari, por kërkojnë 10 milion euro dhe kjo nuk realizohet. Na mbeten lojtarë të përkohshëm dhe 3 deri në 5 muaj nuk mjaftojnë për t'i bërë ata të kompletuar. Duhet të marrim një lojtar të kompletuar, por kjo duket e vështirë. Nëse nuk arrim ta bëjmë këtë, do të hasim vështirësi në çdo ndeshje, edhe me dëmtimin më të vogël. Tashmë kemi dëmtime dhe mangësi, u shpreh trajneri i Trabzonsporit për merkaton.